Këtë verë, frymëzimi vjen nga thellësitë e oqeanit dhe brigjet e ngrohta me rër. Bizhuteritë me motive dete janë rikthyer fuqishëm dhe janë në modë si kur më parë. Guacka delikate, yje deti, perla natyrale dhe ngjyra që kujtojnë horizontin blu sjellin një prekje boheme dhe të freskët në çdo kombinim. Qoftë për një stil të përditshëm e të çlerët apo për net verore elegante. Këto aksesor janë detajet që e bën diferencën. Në verën e vitit 2025, një nga trendet më të spikatura në botën e aksesorëve është padyshim rikthimi i motiveve detare. Frymëzuar nga bukuritë natyrore të detit, bizhuteritë me guaca, yje deti, korale dhe motive të valëve po sjellin një ndjesi freskie, elegance dhe tropikaliteti në çdo stil. Këto elemente vetë se tërheqëse, transformojnë edhe një ndjesi relaksi, lirie dhe lidhje të thellë me natyrën, duke i bërë këtë aksesor më shumë se një trend, një stil jetese. Por, si mund të dukeni në trend dhe si t'i kombinoni këtë aksesor, sigurisht ju duhen ide. Vathet me guaca natyrale apo artificiale janë kthyer në një simbol të freskisë verore, nga dizajnet e vogla dhe të rafinuara, deri te modelet më të mëdha dhe ekspresive në formë dielli, spirale apo guackash klasike. Këtë aksesor përshtaten lehtësisht si me veshje plazhi, ashtu edhe me kombinime për mbrëmje verore. Ato japin pamjes tuaj një ndjesi tropikale, natyrore dhe të lirë. Unaza me korale, yje deti, fragmente guacash apo shkëmbënj detar janë një tjetër hit i sezonit. Ngjyrat e gjalla dhe teksturat e ndryshme krijojnë një efekt tërheqës dhe unik. Mos keni frikë të kombinoni disa unaza në një dorë. Kjo është një mënyrë moderne dhe guximshme për të qenë në hap me trendet. Braceletët e dekoruara me elemente si gjarë për deti, forma spirale, guaca apo roaza me ngjyra detare, blu, e bardhë dhe argjend. Sjellin gjithashtu një shkëlqim të lehtë dhe një prekje natyrale. Janë ideale për përdorim të përditshëm, por edhe për të shtuar një detaj të veçantë, një veshje të thjeshtë. Edhe qaforet me guaca, yje deti apo detaje floriri janë ndër bizhuteritë më të preferuara të sezonit. Vinë se në forma minimaliste për përdorim ditor, ashtu edhe në versione më të zbukuruara për raste të veçanta. Ato krijojnë një kombinim perfekt me stilit boho dhe elegancës moderne. Këtë aksesor ndër të tjera përfaqësojnë freskinë, lehtësinë, lirinë dhe dashurinë për natyrën, sidomos gjatë ditëve me diell, duke u bërë zgjedhja e duhur për të ndriçuar çdo moment egzotik.